Mos e ul kokën. Njerëzit të respektojnë kur qëndron drejt në një botë ku shumica përkulen për të mos lënduar askënd, për të mos bërë gabim, për të mos u dukur të vrasht, janë të pakt ata që qëndrojnë drejt. Jo në trup, por në shpirt. Ata që nuk e ulin kokën për të kënaqur askënd. Ata që nuk kërkojnë falje pse janë vetvetja. Ata që nuk kërkojnë leje për të ekzistuar, dhe e vërteta është kjo, njerëzit nuk respektojnë ata që përkulen, por ata që qëndrojnë drejt edhe kur gjithçka rreth tyre përpiqet t'i ulë. Në çdo ambient që hyn, në familje, në punë, në rrjetet sociale, respekti është monedhë që fitohet. Por nuk fitohet duke lëpirë, as duke heshtur kur duhet të flasësh, dhe as duke thënë po kur do të thuash jo. Njerëzit të respektojnë kur ti nuk e shet veten lirë. Kur nuk shkon pas çdo duar trokitjeje. Kur nuk lëkundesh si gjethe në erë. Respekti fillon nga mënyra si e sheh veten në pasqyrë. Nga mënyra si ecën. Si flet. Si nuk pranon të flasin keq. Si ndal njerëzit me sy, pa pasur nevojë të bërtasësh, mos e ul kokën. Sepse për sa kohë e mban lart, edhe ata që të urrejnë të respektojnë. Ata që s'të duan, s'mund të injorojnë. Dhe ata që përpiqen të thyejnë, në fund vetëm e admirojnë qëndrueshmërinë tënde në fillim. Të na duan është nevoja më e madhe. Rritemi duke mësuar se duhet të jemi të sjellshëm, të mirë, të qetë. Na mësojnë të kërkojmë falje edhe kur s'jemi fajtor. Të ulim kokën për të mos u përballur. Të heshtim për të mos u turpëruar, por ky trajnim i vazhdueshëm krijon një njeri që bën kompromis me veten. Dhe kur bën kompromis me veten, humbet vlerën në sytë e të tjerëve. Njerëzit nuk respektojnë ata që u thonë po gjithmonë. Ata që pranojnë çdo kusht. Ata që falin pambarimisht. Njerëzit respektojnë kufirin. Respektojnë kundërshtimin. Respektojnë karakterin. Kur e ul kokën për të shmangur konfliktin, ndoshta do të ndihesh i sigurt për momentin. Por me kohë, do ndjesh braktisjen më të madhe, braktisjen e vetvetes, ata që janë gjithmonë dakord, që nuk e mbrojnë mendimin e tyre, që nuk thonë ndal, që s'vendosin kufi, përfundojnë duke mos u marrë seriozisht, e ke vënë re? Ata që sankohen, harrohen, ata që s'kërkojnë, nuk marrin, ata që heshtin kur i shkelen më shumë, sepse kur ti nuk e respekton veten sa për të ngritur zërin, të tjerët nuk ndihen të detyruar të respektojnë. Qëndrimi drejt nuk do të thotë të bërtasësh më shumë. As të tregosh muskuj. Do të thotë të jesh i qetë në një botë që kërkon shurmë. Të jesh i qartë, i prerë dhe i vendosur, pa u ndotur nga loja e tyre. Disa njerëz do provojnë të testojnë. Do të provokojnë. Do të shtyjnë të reagosh. Sepse duan të dinë nëse ti je thjesht një imazh apo një fortifikat, dhe në atë moment duhet të kuptosh, fuqia më e madhe nuk është reagimi impulsiv, por kontrolli emocional. Ai që nuk përkulet para thyrjes, por buzëqesh dhe largohet. Ai që nuk shpjegohet për çdo thashë e them. Ai që ecën përpara pa i treguar botës çdo dhimbje që mban brenda, ai njeri është i respektuar. Respekti nuk vjen kur je viktim. Respekti vjen kur ti vendos të mos lejosh askënd të bëjë viktim. Pyet veten, a të respekton vetja jote? A je krenar për mënyrën si trajton veten? A e vendos gjumin tënd mbi mesazhet që s'të çojnë askund? A refuzon të jesh në tavolina ku nuk të vlerësojnë? A i thua jo gjërave që nuk përputhen me vlerat e tua? Nëse po, atëherë je në rrugë drejt ndërtimit të respektit të brendshëm. Sepse respekti i jashtëm fillon me respektin ndaj vetes. Kujtoje këtë, ti i mëson njerëzit si të trajtojnë. Çdo herë që toleron mungesën e respektit, i mëson se është në rregull të shohin si opsion. Dhe sa më shumë që ti hesht për të ruajtur paqen, aq më shumë humb vetveten, ndërsa kur ti mbron vlerat e tua, edhe nëse të kushton një miqësi, një lidhje apo një mundësi, në fakt po fiton diçka më të madhe, besimin ndaj vetes. Në fund të ditës nuk ka rëndësi sa shumë të pëlqejnë, por kush të respekton.
Dhe respektohesh vetëm nga ata që shohin brenda teje qëndrueshmëri, nuk është fjala për të qenë kokfor, por për të qenë i palëkundur në vlerat e tua. Njerëzit nuk i harrojnë lehtë ata që nuk bën kompromis me dinjitetin e tyre, nuk ka rëndësi sa i suksesshëm je. Nëse s'të respektojnë, s'ke asgjë. Por nëse ke respektin e njerëzve që kanë parë zemrën tënde, karakterin tënd, përballjet e tua, atëherë ke gjithçka. Sa herë e ke ulur kokën, e ke ndjerë? Si diçka brenda teje shkëputet. Si humbet pak nga zëri yt, nga shikimi yt, nga vetbesimi yt. Njerëzit që e mbajnë kokën poshtë për shumë gjallë. Në fund nuk din më si ta mbajnë lart, mos e lejo veten të humbasësh fytyrën tënde për të ruajtur fytyrën e të tjerëve. Mos lejo që ndrojtja, frika, nevoja për t'u pëlqyer të bëhet zinxhir që të lidh duart. E vërteta është kjo, çdo herë që qëndron drejt, ti frymëzon dikë tjetër të bëjë të njëjtën gjë. Çdo herë që thua të vërtetën pa frikë, dikush tjetër merr guxim. Çdo herë që refuzon të ulesh për t'ju përshtatur botës, ti rritesh. Një punonjës që nuk pranoi të heshte për padrejtësinë dhe u pushua, sot është themeluesi një kompanie që nuk toleron abuzimin. Një grua që u largua nga një marrëdhënie toksike dhe u gjykua, sot është mentor për të tjera gra që kërkojnë të çlirohen. Një iri që u bullizua për ëndrrën e tij, por nuk u dorëzua, sot është ndër më të njohurit në fushën që zgjodhi. Ata nuk fituan sepse ishin më të zgjuar. Ata fituan sepse nuk e ulën kokën. Nëse je duke parë këtë, është koha të ngresh kokën. Jo me arrogancë. Jo me urrejtje. Por me besim tek vetja. Mos prit që të respektojnë nëse ti vetë nuk je i qartë me veten. Mos kërko që të duan nëse ti pranon çdo lloj trajtimi vetëm për të mos mbetur vetëm, qëndro drejt. Flet pak. Fillo të ecësh me shpatulla drejt. Refuzo të zgjatësh dorën aty ku s'të japin. Mos e shit pa dinjitet të ardhmen tënde për një duartrokitje të përkohshme, sepse kur ti qëndron drejt, edhe të heshturit të shikojnë. Edhe ata që të përgojojnë, të pranojnë në heshtje. Edhe ata që s'të duan, të respektojnë nga larg. Ti nuk je këtu për të qenë i vogël. Ti je këtu për të ndriçuar. Dhe asgjë nuk ndriçon më shumë se një shpirt që nuk përkulet. Mos e ul kokën. Sepse je ndërtuar për të ecur me dinjitet.